Pavarësisht se janë pajisur me licenca dhe paguajnë rregullisht taksat, skafistët e Ksamilit ende nuk u janë zyrtarizuar vendet ku do të ankorojnë mjetet e tyre lundruese. Për këtë arsye, mëngjesin e sotëm ata kanë protestuar para bashkisë së Sarandës, duke u shprehur se kjo është puna e tyre e përditshme dhe burimi kryesor i të ardhurave për familjet e tyre. Rreth 30 skafistë të Ksamilit kanë protestuar mëngjesin e sotëm përpara bashkisë së Sarandës duke kërkuar përcaktimin e vend bazimit të skafeve të tyre në prag të sezonit turistik. Sipas tyre, pavarësisht se janë të pajisur me licenca dhe paguajnë taksa rregullisht, ende nuk u është caktuar zyrtarisht vendi ku duhet të ankorojnë dhe parkojnë mjetet e tyre lundruese. Ata shprehen se mungesa e një vendimi nga bashkia po krijon pasiguri në punën e tyre dhe vështirësi në përgatitjet për sezonin veror. Skafistët theksojnë se kjo është puna e tyre e përditshme dhe burimi kryesor i të ardhurave për familjet, ndërsa kërkojnë që çështja të zgjidhet sa më shpejt, duke qenë se turizmi në Ksamil ka nisur tashmë dhe fluksi vizitorëve pritet të rritet. Kemi probleme më të mëdha me ankorimin e mjeteve lundruese, si edhe për koridorët. Ja kanë thënë që duhet të mbyllen të gjitha, domethënë me tapa jashtë, si shëve që neve në fatën mirë, ai lart kemi ishur të mbrojtur. Dhe s'kemi asnjë ndëm ankorimit të mjeteve lundruese. Domethënë me forcat tona e kemi sistemuar mbas ishujve që aty ne jemi më të mbrojtur. Jam operator gati 30 vjet, që në 96. Edhe kemi ardhur këtu se ne gjithmonë kemi një problem çdo sezon, fillim sezoni, jo fund, si fillim sezoni. Këto problemet janë fund sezoni këta. Se edhe neve të dimë se çfarë do bëjmë. Utja Leverdis të punojë ku mos ja Leverdis të mos punojë. Këta kanë caktuar 4 korridore që atje nuk punon dot asnjëri. Na duhet vetëm mbështetja nga bashkia, sepse bashkia e ka ndosur, se ka as kapitenari asgjë. Nëse vendimi i Këshillit merr vendim që të vendosë të heqin tapat, të heqin korridore, të lënë 4 korridore, aty do mbiten të gjithë skafet, dhe njëherë që do rrihen të gjithë operatorët me njëri tjetrin, e do çajnë të gjithë skafet e Ksamilit, e ku do vënë që ato lek kanë njerëzit. Ata janë shprehur gjithashtu kundër zhvendosjes së parkimit të skafeve larg zonës qendrore, ku kanë operuar më parë duke kërkuar ruajtjen e një hapësire funksionale për aktivitetin e tyre gjatë sezonit turistik.